Sa I përket rasteve në mbar Kosovën, është evidentuar numri prej 112 fëmijëve të sëmurë nga sëmundja e fruthit. Normal, fëmijët që sëmurën nga sëmundja e fruthit duhet të lajmërohen në klinikën infektive dhe të trajtohen prej specialistit infektolog. Është kriju një panik, kuptohet, pak te prindërit, të cilët nuk I kanë vaksinu fëmijët, sepse mos vakcinimi me rregull edhe rezulton me një shpërthim të një epidemie sa I përket fruthit dhe pavarësisht edhe sëmundjeve tjera nëse fëmijët nuk vakcinohen me rregull. Sëmundja është shumë e rrezikshme, është sëmundje virusale, virale, domethënë e rëndë, përhapet shumë shpejt. Do thotë një fëmijë I sëmurë nëse kontakton me 10 fëmijë të tjerë, gjasat për mu sëmujë, prej 10 fëmijëve janë 9 fëmijë të sëmurë, ndërsa njëri të shpëton. Mirë po normal një vakcinim I mirë, do të e mbron fëmijën. Përhapja është shumë e shpejt, po tregon edhe fakti dhe rritjes së numrit të pacientëve prej 16 prillit, prej rasteve të para që janë paraqit, që ka kalu, domethënë jemi në muajin gusht në 112. Sëmundja është e rrezikshme, është sëmundje që atakon organet vitale, mund të komplikohet, mund të kalojë, do të thotë, ndoshta edhe pa ndonjë pasojë, mirë po edhe mundësia e madhe është që fëmiu të fiton kallje të mushkënive, dëmtim të dëgjimit për shkak të atakimit edhe të veshit, pastaj mundet me I prek edhe syt, domethënë me pas probleme se shfaqet një infeksion I randi synit, domethënë prej pasojave më të rënda është edhe prekja e trurit, domethënë inflamacioni I trurit encefalit në gjuhën mjekësore. Po, sipas statistikës që kemi këtu në repartin e vakcinimit, prej janarit të vitit 2026 deri në muajin gusht, I kemi të vakcinuar 2500 fëmijë të moshës 1 deri në 5 vjeç. Madje kemi moshën 5 deri në 7, domethënë quhet mosha parashkollore, të cilët kanë ardhur këtu para se me u regjistru në klasën e parë, kanë marrë vaksinën e fruthit dhe aty është numri diku 2890 fëmijë deri më tani janë vaksinu në këtë grup mosh. Mirë po kemi të vaksinuar edhe fëmijë të cilët e kanë kryer klasën e parë, do thotë viti shkollor I kaluar, do thotë jo ky prej shtatorit, po ky që ka përfundu, edhe aty kemi diku 3140 fëmijë të vaksinuar. Po jemi mjaft të kënaqur me numrin e fëmijëve që janë paraqit me u vaksinu para se me hyrë në klasën e parë, se është afru mjaft numrit të fëmijëve shkollor që kemi vaksinu në vitin shkollor. Fatkeqësisht është hap një lajm në këto grupe shoqënore të prindërve në rrjetet sociale duke lidhur domethënë problemin e autizmit me vaksinën e fruthit. Është një koincidencë shumë e rastit sepse vaksina e fruthit hipet mbi moshën 1 vjeç, ndërsa shenjat e para të autizmit që I vren prindi fillojnë aty pak para moshës 2 vjeçare. Edhe është bërë një lidhje ashtu e rastësishme. Studimet shkencore tash të fundit të cilat kanë bërë lumtime të fëmijët me autizëm nuk kanë gjetur kurfar lidhje me vaksinën e fruthit. Kështu që apeloj dhe lus prindërit të cilët po më dëgjojnë në këto momente që nëse nuk I kanë fëmijët të vaksinuar menjëherë t'i sjellin në repartin e vaksinimit ose në qendrat më të afërta familjare ku është reparti I vaksinimit dhe gjithsesi të vaksinojnë me vaksinën e fruthit. Se rasti I vonuar edhe vaksinimi I vonuar seriozisht është problematik. Se një fëmijë që vaksinohet duhet të kalojnë 3 javë minimum për me fitu një imunitet të qëndrueshëm edhe me qenë I mbrojtur. Kështu që shumë kemi kohë të humbur në atë kuptimin nëse prindi me kohë nuk lajmërohet. Kështu që ne kemi marrë masa, ne thrasim edhe në telefon prindrit, I kemi thirrë, I kemi alarmu, kemi hyrë në kartotek, kemi shiqu kujt pi mungon vakcina, edhe infermieri është caktuar që çdo ditë me bë thirrje edhe me thirr prindrit marrë në repartin e vaksinimit, kanë filluar po në pres marrë pak më shumë.